nuk është në rregull. Në fakt, ne duhet kemi një qeveri e cila përbën pozitën dhe opozitën, elementin e mirëfillt funksionimit demokracisë, llogaridhënia është bazë. Prandaj të pasurit të gjitha partitë bashk në qeverisje nuk e besoj se është në të mirë as të qytetarëve të Republikës e as të cilë ndonjë dobi vendit. Megjithatë, unë mendoj që para se të shkojmë tek ajo pikë, tek diskutimi për koalicionin qeverisës, duhet fokusuar tek ajo çfarë po ndodh me procesin në kuvend. Aktualisht 3 seanca në vazhdimsi çdo 48 orë, ne jemi duke mos pasur kvorumin për votim procedural, përkundrejt faktit që po del se është kandidatja ose propozimi i lëvizjes vetëvendosje zonja Haxhiu që po dështon, nuk është ashtu. Ju e dini, po dështon votimi për formimin e komisionit për votimin e fshehtë, prandaj ju bëj thirrje gjitha partive dhe gjithë deputetëve dhe të opozitës së deri tashme që të marrin pjesë në votim. Nëse janë kundër, le të votojnë kundër. Ata duke dashur të parandalojnë, siç po deklarojnë, një shkelje, pasi po e quajnë shkelje ndryshimin e procedurës së votimit, po bëjnë një shkelje tjetër për shkak se është e paraparë që të gjithë deputetët në seancën konstituive duhet të marrin pjesë në votim. Prandaj e pare punës është bllokimi i këtij procesi që kemi mbetur në mes dhe pastaj vazhdojmë me tema tjera apo diskutime tjera që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike. Le të ka refuzoj ftesën e lëvizjes vendosur për bashkëqeverisje çka tutje prasin. Cili është opsioni tjetër për zgjidhjen e këtij ngjarje? Opsioni tjetër është diskutimi më të tjeshëm me subjektet politike, natyrisht edhe me deputetët. E para e më e rëndësishme është bllokimi i situatës aktuale, konstituimi i organeve të kuvendit. Mua më vjen keq që në vend se të dëgjoj zgjidhje, dëgjojmë deri tek deklarimet morbide të nënkryetarit të LDK-s, se i duket sikur po hyn në varreza në kuvendin e Kosovës. Duhet kuvendi i Kosovës të jetë vendi ku bëhen zgjidhjet, jo vendi ku ndjellen ndjenjat morbide.